Mungesa kapaciteteve është vazhdimisht sfidë dhe pjesën më të madhe të trajnimeve profesionale të sa i përket ngritjes kapaciteteve profesionale, po edhe aspekteve teknike të pajisjeve, kemi marrë si donacion prej të arriturën kryesore, konsideroj të qenërit një organizatë e besueshme për qytetarët, një organizatë kredibile, një organizatë me identitet dhe që është një nga institucionet model të zbatimit të ligjit në Kosovë, por edhe në rajon si model i një mekanizmit pavarur të mbikëqyrjes policore që ka qenë qysh në fillimet e hershme si model për herë të parë, që është zbatuar në rajonin tonë dhe besoj që me këtë premis kemi vazhduar me ngrit sa më lart institucionin tonë në nivelet që të ketë integritet thashpro edhe të ketë besim tek qytetarët. Çka kishit konsideru sfidë në institucionin cilin ju e drejtoni tashmë? Mungesa kapaciteteve është vazhdimisht sfidë për shkak se rritja besimit qytetarë dhe rritja e numrit të ankesave që adresohen në inspektorat sigurisht kërkon edhe kapacitete edhe burime njerëzore, logjistike dhe profesionale dhe këto në vazhdimsi janë në mungesë dhe ne po bëjmë përpjekje që të konsolidohemi edhe më tutje si institucion, të rrisim kapacitetet edhe sa i përket burimit njerëzore, po edhe aspekteve teknike të digitalizimit të proceseve dhe që mënyrë që të funksionojë puna brenda inspektoratit policor me lidhje dhe punët të kryhen në mënyrë më efikase. Kur po flasim për kapacitetet, për shembull, a keni pas buxhet të mjaftueshëm për me ngrit kapacitetet qoftë njerëzore, po qoftë edhe të mësimeve për me i marrë prej vendeve të tjera dhe me i inkorporu në punën të cilën ju e bëni gjatë çdo ditë? Buxheti inspektoratit policor të Kosovës nuk është buxhet i madh, mirë por ne kemi pas fatin që gjatë gjithë këtyre viteve të funksionimit që nga fillimi kemi pas dhe kemi zhvilluar partneritet me organizata ndërkombëtare që kanë funksionuar në Kosovë dhe pjesën më të madhe të trajnimeve profesionale të sa i përket ngritjes kapaciteteve profesionale, po edhe aspekteve teknike të pajisjeve, kemi marrë si donacion prej partnerëve tonë amerikanë dhe agjencive ndryshme apo programe ndryshme të Bashkimit Evropian dhe kjo ka qenë përparësi për ne për shkak se kemi zaventësuar ndoshta mungesën e buxhetit me ndihmën e donacionit që kemi marrë për shkak të ndihmës dhe partneritetit që kemi zhvilluar me organizmat ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë dhe jo vetëm po edhe në organizatat ndërkombëtare ku ne tashmë jemi pjesë që disa vite. A parashit ndonjë buxhet më i mirë të themi ose kapacitete më të mira për inspektoratin? Ne jemi duke punuar bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Qeverinë e Kosovës që të rrisim buxhetin dhe në planifikimet tona kemi qenë një gjenerate inspektorëve të rekrutohet eventualisht këtë vit ose në fillim të vitit që vjen dhe besojmë që me këtë ne mund të akomodojmë edhe kërkesat edhe ngarkesën që është në punën tonë.